Prej disa javësh jemi angazhuar duke denoncuar krimin mjedisor që po i shkaktohet Tiranës nga firmat e ndërtimit, të cilat në mënyrë të organizuar po hedhin materialet e dala nga gropat e kullave dhe pallateve në ndërtim. Denoncimet e banorëve kësaj radhe na kanë çuar në fark, atje ku në një zonë disi të izoluar, larg syve kurështar, shkarkohen njëri pas tjetrit kamionet e ngarkuar me inerte. Në këtë vend grumbullimit të paligjshëm ka qafër Tiranës, duket se nuk dalet asnjëherë qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd që vijnë nga kantierët e pallateve. Ndërkohë, jo shumë larg landfillit ilegal të krijuar në mes të gjelbërimit, inertet nuk kanë kursyer as liçenin e Farkës, ku përveç ndërtimeve të komplekseve të reja që kanë shkuar deri në breg të tij, inertet kanë nisur të mbushin fushën e Blert, duke shkatruar këtë pasuri të zonës dhe kryeqytetit. Ndërkohë, ne do të zhvendosemi pak në të tjera zona të denoncuara nga banorët në të gjitha periferitë e Tiranës. Situata është ngjashme edhe në Baldushk, të cilin dhe 2 javë më parë e dokumentua me pamje që është kthyer në një landfill. Sa më shumë kërkojmë, aq më shumë vende të reja depozitimi dalin në dritë. Kamionët vijnë nga qendra e Tiranës, të ngarkuar me inerte dhe marrin kthesën për në Baldushk, por të ndarë më pas në vend depozitimet e caktuara. Kjo që po shihni tregon qartë atë që ndërtuesit, të ndihmuar dhe nga heshtja e institucioneve shtetërore, po i bëjnë mjedisit. I gjithë shtrati i lumit Erzen tashmë është tjetërsuar nga inertet, me një dëm të paimagjinueshëm tek flora dhe fauna. Prej 3 javësh tashmë, të gjitha institucionet janë vënë në dieni për këtë krim mjedisor ndaj kryeqytetit që konsumohet ditë dhe natë pa ndërprerje, madje duke ju dhënë faktet në dorë. Zëra Risani, ku shkojnë dera që nxirren nga gropat e pallateve të reja që duhen në Tiranë? Të lutem. Po ja, pra qytetare për kërkon. A ka sot Bashkia e Tiranës një vend të përcaktuar për depozitimin e dherave? Në këto kushte, kur Bashkia e Tiranës, si institucion kryesor përgjegjës, bashkë me drejtoritë nën kompetencat e saj nuk reagon, a nuk duhet të dyshojmë se gjithë kjo është pjesë e një plani të koordinuar me bashkëpunimin e të gjitha palëve. Po policia bashkiake, çfarë duhet të bëjë për të evituar masakrën? Për këtë pyesim drejtoreshën e sapo zgjedhur, Elona Lalaj. Zonja Lalaj, mirëmëngjesi, e don kuqe nga Piranjat. Së pari urime për detyrën. Faleminderit. Ka kryer verifikime policia bashkiake për masakrën mjedisore që ndodh në Tiranë nga dhera dhe inertet. Patjetër do të kryen verifikime, do të njoftojmë. Ndjen keq, më lë njerëz të njihen me aktet ligjore që janë fuqi, të njihen me strukturën, të njihen me punojësit. Policia bashkiake ka për detyrë që të verifikojë dhe jo vetëm të vendosë çopa. Patjetër që do verifikojë. Sepse po kryet një masakrë mjedisore, po shkatrohet Tirana, po shkatrohet hapësira e gjendjes. Patjetër, të falenderoj në ditën e vijim patjetër. Çfarë është kontralisht me patjetër. Se të kemi me fakte, me prova, me dokumente dhe me gjitha. Ditë të mbar. Patjetër. Me gjithë këto herë që u tha fjala patjetër, na mbetet vetëm të presim që drejtoresha Lalaj ta marrë seriozisht këtë situatë të paprecedent. Ndërkohë, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, i cili 3 javë më parë u zotua të marrë masat, duket se është vënë në lëvizje për këtë që po ndodh në Tiranë. Hapat që do të merren do të jenë nxjerrja një urdhri urgjent për ngritjen e grupeve në terren për verifikimin e situatës dhe nisjen e punës pikë së pari për identifikimin e shkaktarëve, e autorëve të këtyre masakrave, krimeve mjedisore. Menjëherë pas kësaj interviste, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit na ka njoftuar se është ngritur një grup pune për të ndjekur situatën, ndërsa shton se nga verifikimet e kryera, një subjekt është gjobitur me 19.500.000 lek, ndërsa 3 subjekte të tjera janë në verifikim dhe pritet të merren masat administrative. Kjo gjobë vetme në një situatë alarmante ku çdo ditë dhe natë 10 kamion vazhdojnë të lëvizin në Tiranë është fare pamjaftueshme. Duhet një bashkëpunim serioz mes institucioneve ose ndoshta ngritja në taksforce për t'i dhënë fund palishmërisë. Sepse në një vend normal, pamjet që kemi publikuar për 3 javë me radhë do të alarmonin institucionet dhe do t'i vinin në lëvizje të gjitha strukturat. Zaldajti, Zalbastari, Zalherri, Baldushku, Tufina, Petrela, Farka, Bathorja, Ysberishti dhe Mzezi vazhdojnë edhe sot që flasim të pushtohen nga dhera dhe inertet pa u ndaluar nga askush, edhe pse ne po bëjmë të gjitha përpjekjet për të nxitur institucionet të kryejnë detyrën e tyre.
Alo. Si jeni zoti Alushi? Mirë, si kaluat? Mirë, faleminderit. Jam Edon Kuçi, gazetar nga Piranjat. Përshëndetje. Ju kam telefonuar në fakt për një problem që kemi 3 javë që e trajtojmë për dhera dhe inertët. Dhe dua të di, Policia e Shtetit ka informacion për këtë palishmëri? Patjetër që ka dhe ka pasur raste të goditura të proceduara. Ne kemi konstatuar 10 zona të nxehta deri tani. Baltush, Kutufina dhe disa zona të tjera. Nuk mund të kthej përgjigje tani sepse nuk i kam të dokumentacionin përpara. E kuptoj. Bëni një kërkesë me shkrim dhe do merrni të gjitha ato. Keni bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes Territorit? Lutem, bëj një kërkesë sepse do marrësh përgjigje zyrtare me shkrim për gjitha pyetjet. Kamionet kalojnë ditë dhe natë nëpër rrugët e Tiranës. Lutem, bëj një kërkesë lutem sepse do t'jap përgjigje brenda afatit që kam me ligj. Drejtori i Policisë së Tiranës shprehu angazhimin për të luftuar këtë palishmëri në bashkëpunim dhe me institucionet përgjegjëse. Por për fat të keq, duket se kemi zgjedhur momentin e gabuar, sepse jemi në fushat dhe institucionet kanë detyra të tjera më të rëndësishme në kërkim të votave, të cilat komandanti duket si vlerëson më shumë se punën.